A mundet një mëngjes I thjesht të na mësoj diçka për menaxhimin? Tingëllon çuditshëm apo jo, por në këtë analizë do të shohim pikërisht këtë, se si një vezë zgjer për 3 minuta, po, saktësisht 3 minuta, fshe brenda saj sekrete për menaxhimin e çdo gjëje, që nga ekipet e vogla e deri te sistemet superkomplekse. Pra, le t'i hyjmë punës. Mirë, imagjinojeni pak skenën. Sfida është kjo, të përgatisësh dhe të shërbesh mëngjesin e përsosur. Dhe çfarë do të thotë I përsosur? Do të thotë që veza, buka e thekur dhe kafeja duhet jenë në tavolinë në të njëjtin moment, të gjitha të freskëta dhe të nxehta. Duket e thjesht, por pikërisht këtu fshihen themelet e çdo procesi prodhimi, koha, cilësia dhe sigurisht kostoja. Dhe ja ku vjen pyetja kryesore. Si mund ta bësh këtë? Jo vetëm një herë rastësisht, por çdo herë. Si të krijosh një sistem që e garanton këtë rezultat pa dështuar? E po, sekreti, siç do ta shohim, qëndron te kuptimi I diçkaje që quhet rrjedha e prodhimit. Okej, pra për të zgjidhur këtë enigmë duhet të fillojmë nga pika më e rëndësishme. Duhet të gjejmë atë që njihet si hapi kufizues. Po çfarë është hapi kufizues? Shumë thjesht. Është ai hapi në proces që ose merr më shumë kohë, ose është më I vështirë, ose më I kushtueshëm. Mendojeni pak, çdo proces, sado kompleks, ka një pjesë që ia përcakton ritmin të gjithë të tjerave. Nëse e kupton këtë, ke kuptuar thelbin e planifikimit. Dhe nëse e gjen atë hap, atëherë ke çelësin e suksesit në dorë. Le t'i kthehemi mëngjesit ton, cili është hapi kufizues këtu? Padyshim, është veza. Pse? Sepse zgjerrja e saj merr fiks 3 minuta, më shumë se çdo gjë tjetër. Buka theket më shpejt, kafeja bëhet më shpejt, kështu që I gjithë plani, I gjithë procesi duhet të ndërtohet rreth këtij fakti. Gjithçka varet nga veza. Dhe këtu qëndron gjithë sekreti. Gabimi më I madh do të ishte ti filloje të gjitha për një herë. Logjika është e kundërta. Duhet të punosh mbrapsht, nga fundi. Pra, nëse veza do 3 minuta dhe buka vetëm 1 minutë, çfarë bën? E po, e vendos bukën në tostier 2 minuta pasi të kesh vënë vezën për të zgjerë. Kjo teknik ka një emër, zhvendosje kohore. Dhe pikërisht kjo siguron që gjithçka të jetë gati në të njëjtin sekond. Tani, le të zbërthejmë edhe më tej. Rezulton se çdo punë prodhimi, seriozisht çdo gjë, nga mëngjesi ynë e deri te ndërtimi një software-i, mund të ndahet në 3 operacione themelore. E para, procesi. Kjo është kur ndryshon diçka, siç zgjejmë vezën. E dyta, montimi. Kjo është kur bashkon pjesët, pra kur e vendos mëngjesin në pjatë. Dhe treta, sigurisht, testimi. A është buka thekur sa duhet? Kjo është kontrolli I cilësisë. Mirë, deri këtu po flasim për vezë dhe bukë të thekur. Por pyetja e vërtet është, a funksionojnë këto parime edhe jashtë kuzhinës, në botën reale, në fusha shumë më komplekse? Përgjigjja është po, dhe ja se si. Le të marrim një shembull krejt tjetër. Punësimin e një inxhinieri. Duket e komplikuar, por le ta shohim me logjikën e mëngjesit. Cili është hapi kufizues këtu? Jo intervistat, por vizita e kandidatit në zyrë, sepse është më e kushtueshmja. Ky është zgjerrja e vezës son. Procesi janë intervistat. Montimi, momenti kur I bën ofertën. Dhe testimi final, kur pret përgjigjen, a e pranojnë apo jo. E shihni, I njëjti model, por në një kontekst krejt tjetër. Ose shkojmë në botën e teknologjisë. Ndërtimi I një programi kompjuterik, për shembull, një përpilues software-i. Edhe këtu kemi një proces që është dizajni, kemi montimin, që është lidhja e të gjitha pjesëve të kodit bashk, dhe natyrisht kemi testimin, për të parë nëse gjithçka funksionon siç duhet. Pra, parimet janë absolutisht universale. Deri tani, gjithçka duket perfekta, një plan ideal. Por, bota reale rrallëherë është ideale, apo jo? Ajo është plot me komplikime. Pra, çfarë ndodh kur sistemi ynë fillon të has probleme? Për shembull, po sikur të kesh vetëm një tostiere dhe shumë njerëz që duan bukë të thekur. Çfarë ndodh kur duhet të presësh në radhë për tostierën? Kjo pyetje na çon te një nga konceptet më të rëndësishme në menaxhim, pengesat ose siç njihen ndryshe, bottlenecks, sepse në botën reale, ndryshe nga plani ynë në letër, burimet janë gjithmonë të kufizuara. Dhe ja ku e shohim ndryshimin dramatik. Në njërin anë kemi rrjedhën ton ideale, ku gjithçka rrotullohet rreth vezës. Në anën tjetër, kemi realitetin. Kufizimi I tostierës e kthen atë në hapin e ri kufizues,
papritur, veza nuk është më problemi. Problemi është tostiera. Dhe tani i gjithë procesi duhet të riorganizohet rreth saj. Pra, përballë kësaj situate, një menaxher ka 3 leva kryesore që mund të tërheqë. Opsioni i parë, shton fuqi punëtore, pra merr një njeri tjetër që të ndihmojë. Opsioni i dytë, rrit kapacitetin, do me thënë blen një tostiere të dytë. Opsioni i tretë, krijon inventar, pra i thek bukët që më përpara. Sigurisht, asnjëra nuk është falas, secila zgjidhje vjen me koston dhe pasojat e veta. Mirë, zgjidhëm problemin e kapacitetit, por ka një aspekt tjetër, ndoshta edhe më thelbësor, cilësia. Çfarë ndodh kur bëjmë gabime? Dhe më e rëndësishmja, pse është absolutisht kritike t'i kapim këto gabime sa më herët jetë e mundur? Ekziston një rregull i artë, ndoshta rregulli më i rëndësishëm i të gjithë menaxhimit të prodhimit. Quhet rregulli i korrigjimit me vlerën më të ulët. Ideja është kjo. Gjithmonë, kushton më pak të rregullosh një problem në fazën më të hershme të mundshme. Për të kuptuar pse, le të shohim se si rritet vlera e vezës son hap pas hapi. Shikoni këtë progresion. Kur veza vjen nga furnitori, është e papërpunuar dhe vlen, le të themi, 10 cent. Pasi gatuhet në kuzhinë, vlera i shkon në 50 cent. Kur vendoset bukur në pjatë si pjesë e mëngjesit, vlera kërcen në 2 euro. Dhe në momentin që i shërbet klientit, ajo vlen 5 euro. Vlera shtohet në çdo hap, sepse po shtojmë punë, shërbim dhe eksperiencë. Dhe pikërisht këtu rregulli bëhet kristali qartë. Imagjinoni se zbuloni që veza është e plasaritur kur sapo ka ardhur nga furnizori. Sa kushton? 10 cent. E hedh dhe merr një tjetër. Problem minimal. Tani imagjinoni ta zbuloni këtë vezë të plasaritur në pjatën e klientit. Kostoja nuk është më 5 euro. Kostoja është një klient i pakënaqur, një reputacion i dëmtuar, një katastrofë vogël, por shumë e kushtueshme. Kjo është arsyeja pse menaxherët e zgjuar nuk presin deri në fund. Ata përdorin inspektime gjatë procesit. Pra, në vend që të pres dhe të thyesh vezën për të parë nëse është zjarr, që është një testim shkatrues, sepse e prish produktin, ti thjesht monitoron procesin. Për shembull, kontrollon temperaturën e ujit. Kjo është mënyra e zgjuar, të garantosh cilësinë pa e shkatruar vetë produktin. Mirë, kemi folur për mëngjes, kemi folur për punësime. Tani, le t'i marrim të gjitha këto parime dhe t'i aplikojmë në një shembull të fundit. Një sistem ku çdo gabim kushton miliona dhe pasojat janë enorme. Këtu do të shohim fuqinë e vërtetë të këtij mendimi. Më shumë se 1 milion euro. Kaq është mesatarisht kostoja për të siguruar një dënim penal në sistemin e drejtësisë. Mendojeni si kostoja prodhimit për një produkt të vetëm dhe të suksesshëm të këtij sistemi. Një investim absolutisht masiv. Tani, shikoni këtë shifër tjetër. 80.000 euro. Kjo është kostoja për të ndërtuar një qeli burgu të vetme. Krahasoni pak. 1 milion për procesin, 80.000 për infrastrukturën finale. Diferenca është e jashtëzakonshme. Dhe ky citat e gëzhdon problemin. Ne lejojmë që hapi i gabuar, disponoveshmëria e qelive të burgut, të kufizojë të gjithë procesin. Ky është një dështim menaxherial klasik në një shkallë të pabesueshme. Imagjinoni të shpenzoni mbi 1 milion euro për të prodhuar diçka dhe pastaj gjithçka bllokohet për shkak të një pengese që kushton vetëm 80.000. Kthehemi te analogjia jon, është sikur të kesh një restorant me 5 yje që dështon sepse nuk ke bler një tostier 50 euroshe. Absurde apo jo? Dhe kjo na lë me një pyetje të fundit, një pyetje për të reflektuar secili për veten, duke pasur parasysh gjithçka që tham. Cili është vendi me koston më të ulët për të rregulluar një gabim në punën tuaj? Ku është ai moment, ai 10 cent në procesin tuaj ku mund të kapni një problem përpara se ai të shkëndrohet në një katastrofë të kushtueshme? Të gjesh përgjigjen e kësaj pyetje, kjo mund të ndryshojë gjithçka.